gjë që deri tani nuk është realizuar për shkak të këtyre përplasjeve të institucioneve. Gjithsesi, unë dua të ndalem pak edhe tek një reagim i Holta Zaçajt, mëngjesin e ditës së sotme, e cila ka folur për largimin e saj, pra nga menjëherë pasi ka mbaruar mandati nga gjykata kushtetuese, ka rënditur ashtu edhe punën që kanë realizuar në këtë gjykat. Nuk e di nëse mundesh të ma përmbledhësh në shkurtimisht, sepse e di që reagimi i saj ishte i gjatë, por gjithsesi një përmbledhje shkurt pra të asaj se si Holta Zaçaj e ka parë gjykatën kushtetuese në lupën e saj, sigurisht. Duhet theksuar, Lili, përpara se të kalojmë te reagimi i zonjës Zaçaj, duhet të theksuar që gjatë kohës që ajo ka drejtuar gjykatën kushtetuese, ka pasur një përplasje të jashtëzakonshme institucionale, pra ato që i përmendëm më lart, por edhe për shkak të vendimarrjeve që ka marrë gjykata kushtetuese. Pasi duhet theksuar që këto vitet e fundit kanë qenë vite të jashtëzakonshme për sa i përket gjykatës kushtetuese, edhe për faktin që pra ka hyrë në lojë, nëse mund ta quajmë, struktura e posaçme antikorrupsion, pra u bën funksionale struktura e posaçme antikorrupsion, ka pasur vendime të rëndësishme për të marrë dhe gjithmonë palët politike, pra ose mazhoranca ose opozita kanë shkëmbyer akuza me gjykatën kushtetuese në varësi të vendimarrjeve të tyre. Dhe ndërkohë që në mesazhin e saj, zonja Zaçaj ka thënë pra ka renditur arritjet e gjykatës kushtetuese në drejtimin e saj, duke përmendur njësër arritjet e gjykatës kushtetuese, por më e rëndësishmja është sigurisht sipas saj që çështjet në gjykatën kushtetuese janë kryer sipas ligjit, pra në afatin kohor të 3 muajve, ndërkohë që ka thënë se ka pasur edhe nisma të rëndësishme ndër-institucionale ku do të theksuar që vitin e ardhshëm në Shqipëri do të mbahet një kongres vjetor i juristëve të gjykatës kushtetuese, ku pritet të sjellë në vendin tonë juristët më të mëdhenj të globit, pikërisht në një summit të jashtëzakonshëm që do të mbahet në Shqipëri. Gjatë kohës Holta Zaçajt, ajo ka mbajtur edhe kryesimin e konferencës së gjykatave kushtetuese evropiane për shkak të rotacionit që bën kjo organizatë, dhe ndërkohë që është përmendur edhe kjo që është vlerësuar në fakt edhe nga gazetarët dhe mediat, është komunikimi që ka pasur kryetaria e gjykatës kushtetuese me gazetarët, ku pas çdo vendimarrje ndërtoi një praktikë mjaft të mirë që nuk ishte parë ndonjëherë në gjykatën kushtetuese, në fakt të komunikimit me gazetarët dhe shpjegimit të vendimarrjes.